Përshëndetje të dashur miq dhe mikesha, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Që nga sot do fillojmë disa seri videosh, sa i përket makinës qepse, si të futim perin të makina qepse, si të ndryshojmë gjilpërën, si të mbushim këtë bobinën këtu, si të mbushim bobinën që përdorim këtu nga lart. Pra këtu nga lart. Do shikojmë një nga një, por tani dua të fokusohemi këtu tek ndryshimi i gjilpërës. Do shikojmë edhe se si janë të organizuara pjesët e makinës, por sot si video të parë, ndoshta nga që shumë nga juve dëshironi të qepni, por nuk e dini si ta qepni ose si ta vini më saktë makinën qepse, do e tregojmë tani. Një gjë që duhet kemi rëndësi, që ta dimë rëndësi është kur ndryshojmë dhe kur vëmë gjilpërën, gjithmonë do ta kemi të fikur makinën. Shikon? Kështu është e hapur. Shikon, tu tregon që nuk është gati. Po ta ulum këtë këmbëzën, bëhet jeshile, domethënë që është gati për të punuar. Pra, e kemi të hapur. Për të ndryshuar gjilpërën, gjithmonë duhet ta mbyllim. Sepse pa dashje mund të shtypim pedalin makinës edhe na vritet gishti. Atëherë, si e bëjmë? Shpresoj shumë të them edhe një herë, po mundom të afroj sa më afër të mundur, ja ta afroj edhe pak. Atëherë, lëvizim këtë, ka një kështu këtu, një vid, nuk e shikoni këtu. Është më këtu një vid që e lërojmë. Ja, të provoj një ashtu. Ja, është një vid më këtu, po mundohem. Jo, nuk e kap. Ja, është një vid e zezë, ja, kjo këtu është një vid e zezë këtu. E lërojmë këtë vidën. Pra e lërojmë kështu. Duhet ta marrim me kujdes dorën, se po na ngelim gjilpëra pastaj, na ngel këtu brenda. Prandaj duhet ta mbajmë me dorë, ta ngel aty brenda edhe na prishet makina dhe është shumë vështirë për ta hequr. Në qoftë se keni të vështirë, mund të bëni 1-2 pinca dhe ta kapni me pinca, që mos ju bie. Kjo pra është gjilpëra. Kjo është gjilpëra. Këtu, shpresoj ta shikoni. Është e flatë, është e sheshtë, domethënë kjo pjesa këtu është e sheshtë. Nuk është shumë bullake. Pra, duke qenë se pra dedikojmë videon gjilpërave, do të them që çdo makinë ka gjilpërën e vet. Këtë ma ka treguar një zotëri, pra një mjeshtri makinës qepse, se unë kisha një makinë tjetër më përpara, do të tregoj edhe makinat që kam. Dhe i fusa të gjilpërat të Singerit, dhe më tha ajo është shumë e gabuar, tha. Një gjë që na prish makinën ose nuk i vëmë gjilpërat që i përshtaten makinës. Kjo gjilpërat që kam unë këtu, i përkasin janë universale. Pra më mirë është që të përdorim sa gjilpëra universale, se sa të përdorim të dikujt të makinës tjetër. Pra mirë është të përdorim gjilpëra universale. Por do të bëj një video të detajuar për sa i përket gjilpëra, që të tregoj një nga një dhe llojet e gjilpërave. Mama. Në qoftë se na pengon kjo këmbëza, e heqim. Edhe futim. Pra futim, e mbyllim me vid dhe siguroj mirë, sepse nuk duhet të kemi kështu aksidente ndërsa qepim. Pra shikojmë që mos lëvizi. Pra shikojmë kështu që mos lëvizi. Vëmë pastaj pedalin, pra e vëmë kështu, e ulim, edhe për ta hequr, shtypim këtë këtu. Ja, kështu vjet gjilpëra të makinës qepse. Herën tjetër do shikojmë si të vendosim peun dhe që të qepim ta bëjmë një provë.